Përshëndetje. Do të komunikojmë bashkë, do flasim për temën e peshkepis prap, por kësaj herë do zhvendosemi aty ku u përqendruam edhe dje, pasi isha atje për një vështrim të përgjithshëm në Longo, atje do ndalemi prap sot. Në librin e tij Stavros Etsimas, ai gazetari grek, e ka përshkruar atë momentin kur është kapur grupi prej 7 vetash me 2 makina tek hani i Delvinaqit. Kështu i thonë Delvinaqi është vendi, fshati ajo zona, ma ka rastisur të kalojmë dikur andej, dhe tek hani i Delvinaqit është kapur 2 makinat me 7 terroristët brenda, te grupi të madhit. Tani, që të jemi me të saktë, ne do flasim për disa gjëra në këtë komunikim të shkurtër që do kemi bashkë. E para punës, gazetari e përmendet ndryshe nga që mund të thot dikush tjetër, ose që thot Beleri, me mirë të themi që thot vija nga Sebastian ose vija nga Konica, të gjithë dinë të punë se nga ka ardhur edhe Beleri, edhe veti treti, edhe 4 të tjerë që kanë qenë aty brenda, domethënë kanë ardhur nga Longo, sepse në Longo u zbuluan, fati, vigjilenca, të gjitha bëhen bashkë në disa momente dhe shpëtuan jetët e ushtarëve, shpëtuan dhe shumë jetët të qytetarëve, sepse aty ka qenë rrëmuj e madhe, nuk ka qenë një diçka e vogël në Longo. Tani, për të ardhur, domethënë, çështja e Belerit është e mbyllur, e punë që ka qenë aty. Ajo është një ranë. Është vetëm një gjë që nuk është thënë, por ne do të vazhdojmë të mbështejmë asaj pike që nuk është thënë në fund. Pika e dytë që është përmendur aty, është përmendur edhe çështja e tentativës për të vrarë, siç i thonë ata tradhtarin, se ata i duan, nëse nuk je ekstremist, të quhen tradhtar, dhe Evangjel nga që s'është ekstremist, ata e kishin etiketuar si tradhtar, në thojza, është vend. Dhe ata kishin ardhur, dihet shërbime sekrete, shumë të tjera kanë thënë atë që Evangjel ata grupi i madhit ka deshur të azisojë. Edhe në shtëpi, sepse dihet këtu në shtëpi ajo, edhe në Athinë, kur ishte duke u bërë mbledhja që dihet i vunë bombën jashtë, joja për të mos bërë dëm në fëmijë, vunë bombën jashtë në Perister, ku ka qenë ajo mbledhje, ku ka qenë ai takimi. Këto janë gjëra fakte të thëna e të dhëna prej kohësh. Edhe nga gazeta, nga shtypi elektronik, nga shtypi shkruar, nga shtypi viziv, nga këta, të gjitha mjetët e komunikim publik. Një gjë është që çalon, që kërcet në këtë çështje. Edhe tek dosja që kemi, dosja e kuqe që kemi ne, duke mbledhur të dhënat një nga një, edhe tek vendimi që është dhënë me Janaq Xengës, që e kemi në dorë dhe mbas të saj kemi kërkuar dosjen, të na japin dosjen spak, aty i pari është dhënë një farë Anastasulis, Gjeorgios Anastasulis. Si ka mundësi? Gjeorgios Anastasulis nuk kishte lidhje me këtë, me Longo, nuk kishte lidhje me këtë qendër, domethënë nuk i njihte terrenin. Ata kanë zbritur se kur isha në Longo takova një bari, edhe më tregoi pozicione. Mbi Longo, në atje lartë, siç e thamë, është një pikë aty, dhe duket një pemë atje, si e veçuar, me sa duket më e madhe, dhe shumë e madhe, sepse ne shohim nga distanca nga poshtë. Pas asaj kodre, që është kufiri grek, në drejtimin asaj pemë poshtë, si që varesh poshtë, nga kufiri grek, është një kish, Agios Ilias, kisha e Shenilis. Aty janë vendosur në fillim, aty e kanë patur pikën e përqendrimit në fillim, dhe pikën e grumbullimit me vonë, sepse ata gjithmonë, si grupe që janë terroriste, ata caktojnë një pikë nga ku do shpërndahen, dhe në rast se nuk çfarëdo që të gjejnë, të mblidhen prapë në atë pikë. Këta kanë qenë tek kisha e Shenilias. Ky bariu që shkova unë edhe e takova, me rastisht ta takoj, ky bariu më tha që ne e dim atë pikë, sepse kur nuk kishim komunikim, nuk kishim celular, antena celulare, këtu në zonë, ngjisnim te majën e malit, që është atje, ngjisnim majën e malit te Longos, në asaj kodrës, dhe shkonim në anën tjetër, e flisnim me telefon me numra grek. Kështu që në fshatin e Longos këtë e dinin. Edhe në Kryaner e dinin këtë, në zonën e fshatin tjetër Matan, por e din kush ishte nga këta. Është
ai që kemi përmendur vazhdimisht edhe po i mësojmë. Brenda të gjitha këtyre gjërave është një dhe vetëm një. Është lambi papa, Haralambos papas. Ky njeri është nga një zonë, është ka krioneri, është një Costa papa. Edhe ky ka qenë si familje, të gjithë, domethënë, kanë qenë të privilegjuar thamë në kohën e Partisë Punës. E kemi thënë në një intervistë më përpara. Tani po komunikoj për herë të dytë. Ishte i dënuar Costa papa 101 vjet dhe bëri vetëm 4 vjet doli. Bashkëpunej me sigurimin e shtetit, mori privilegje, u bë miq me familje komuniste, mori shkolla, kaloi një jetë për qejf të Zotit gjatë asaj kohe, megjithse kishte qenë në të njëjtin grup në themelimin e Mavit të bashkë me Vasil Shahinin, që humbi edhe me Athanasio Kokaveshin, që iku 3 ditë përpara se sa këta të arrestohen, ai diçka i ra në vesh, dikush ja tha, se kush ja tha hajde gjejmë, imagjino kurse gjejmë dot në 46-ën, si ta gjejmë tani, që kush ishte 46-a, edhe mori rrugën dhe iku në Greqi. Ky lambi papa është mbrojtur sigurisht nga grekët, është mbrojtur nga të gjithë këta, duke e ditur që ai është truri. Sepse ai që rasti ushtarët me shumica që i bënte namin, duke dhënë, me parat e madhe. Dhe përderisa ai që ka paran në dorë, ai është truri, se ati ja japin. Nuk ja japin një njeriu ambicioz, ose tendencioz, ose njeri, si ta them unë, emocional. Ai është pikërisht me po, edhe ky lambi që thoni ju, sepse dhe pra sa do e zgjuar të jetë, jo rrallë herë bie, po kur bie në 4 këmbët brenda në kufë. Dhe në një debat që ka bërë një herë, vite me vonë, sigurisht afërsisht 10 vjet me vonë, nga 1994, në një debat që ka bërë me kryetarin e komunën në Vrisera, i ka thënë këto fjalë. E dinë njerëzit tani që i dëgjojnë, unë i them duke të na dhënë informacione, duke mbledhur, duke grumbulluar. I ka thënë kryetarit të komunës, unë bëra me njanë gjithat e Greqi, dhe më thënë që i mbyllat të gjithat, automatikët, fishekët, pistoletët, kapjen atje me armë, deklaratët e tjera, gjithat to. Unë tha, i ka thënë, i bëra me armë gjithat e Greqi, e s'po të bëj ty. Dhe më thënë, nuk po të bëj me njanë ty. Kështu që e ka thënë. Mirë po, pas janë zbuluar gjithë këto, pas një 10 vjetësh, që filluan të dalin këto, lambi papa, ky, tani lambi papa, Haralambos papas, ky nuk vjen me në fshat, ose vjen edhe rri një natë, dhe atë natë nuk e kalon në shtëpinë e tij. Pasi ai e din, se janë disa njerëz që kanë folur. Dhe përderisa e din që e kanë folur, ai e din që a ditën e ditë mund të grumbullohen faktet që të dalë që ai është vërtet kryesori i tyre, organizatori i tyre, kallauzi i tyre, sepse ai është nga krioneri, ai e din të vendin. Ai e din të longon, më mirë se sa e din të kush do tjetër. Pra ai është organizatori, ideatori dhe truri i mbrapsht i asaj që ka desh të besh në longo, e pse jo edhe në peshkepi, që ju jep të ushtarëve burë të hanin dhe të pinin, si kur po i vinin kamionet me lek. Kur e mendojmë kështu, da shkon edhe diçka në përmendje. Kush është Lambi papa? Lambi papa është, thamë ne, i nipi i Costa papës. Costa papa nuk e kaloi mirë në kohën e komunizmit, që e thamë pak më përpara, shkëlqyer. Me shkolla, me jetesë të mirë, me privilegje, me të gjitha. Bëri kryeqira, miqësira me familje komuniste shplot, që nuk e preku asnjë njeri, megjithëse që dënuar tha 101 vjet, dhe bëri vetëm 4 vjet. Dhe deri në të njëshin, deri në 90, pastaj u bën dhe u riorganizuan gjërat. Ky është përdorur nga komunizmi. Dhe nuk është çudi që organet e shërbimit sekret shqiptar ta kenë shehur me qëllim emrin e lambi papa. Se tu ka njerëz që s'duan t'ia dinë fare për jetën një ushtari, si Arsen Gjini apo një oficeri, si Fatmir Shehu. Dhe mundet që me qëllim ta kenë shehur në mes të letrave, ose ta kenë vend në një vend jo të rrezikshëm, duke patur parasysh që ka qenë nipi i Kristo papa. I ati që ka duke njohur gjishin e tij, tani kanë vend edhe atë në të privilegjuar. Se këta njerëz shërbejnë, nuk janë me një drejtim, këta kanë fisha në të gjitha anët, lidhen gjitha anët. Kështu që i privilegjuar,
qoftë nga shërbimi grek, sigurisht që e ka deshur, se për ndryshe nuk e kështë furnizuar me kaq lek, që të kërcisë leku atje dhe të qerasëshin varë dhe njerëzit me shumicë të djevur të pinin tani ushtarët prej këtij. E ka patur atë i privilegjuar, i mbështetur nga grekët, i mbështetur dhe nga shqiptarët që ka patur lidhje të brendshme me ata të shërbimit sekret shqiptar në të gjitha drejtimet. Ai ka shpëtuar dhe nuk është vënë ai në krye, që të thonë, në krye të gjithave ka qenë organizator të rurjes saj masakrës së parë dhe tentativës për masakrën e dytë, ka qenë një njeri që i njihte mirë ato vende, as ata grekët dhe as ata nga Himara. Nuk i njihnin ata as krionerin si fshat, nga ku ishte Llambi Papa, as Longon dhe as Peshkepin. Ai kishte shëtitur me pëllam ato vende, ai dinte. Ai duhet ishte i pari, nuk me jo një farë Georgios Anastasiulis apo Beleri nga fundi i dinjas. Beleri sigurisht ka qenë brenda, po ka qenë vegla qore e përdorur nga këta. Nuk ka qenë vegla qore është përdorur, është kriminal, sigurisht që duhet të dënuar, është i rrezikshëm, që të mos e mohojmë këtë, Beleri është jashtëzakonisht i rrezikshëm. Është zgjedhur ai për të qenë aty, sepse ai ka një numër shumë të vogël fjalësh dhe shumë nga lëvizjet e ngadalshme. Janë këto veprime tipike, një prokuror, një hetues, këto gjëra i shikon me sy të lirë, i shikojmë ne, që jemi autodidakt në këtë drejtim. Nuk jemi të specializuar për të marrë me hetime. Njerëzit që nuk kanë, njerëzit që kanë gjëra për të fshehur, gjithmonë lëvizin duart ngadalë dhe flasin ngadalë, sepse kanë hall që lëvizjet dhe fjalët të shkojnë në të njëjtin drejtim. Dhe dyta, po themi disa, ata, kur thot njeriu një gënjeshtër, ose të kundërtën e realitetit, ai gjithmonë, sidomos në raste kriminale, duhet të shpenzojë jashtëzakonisht shumë energji. Gënjeshtra nuk kërkon të njëjtën energji që kërkon e vërteta. E vërteta thuhet me pak energji, me pak fjalë, edhe me pak lëvizje. Nuk ka problem, kurse ajo kërkon kontroll të jashtëzakonshëm, sepse duhet të jenë të matura fjalët, duhet të ketë pak fjalë, pak lëvizje, që nesër pas nesër kur të pyetet për të njëjtin gjë mos të ndryshojë as nga fjalët as nga lëvizjet. Prandaj kur e shikoni Fredi Belerin duke ligjeron atje në Greqi e në vendet e tjera, sepse është duke folur për gjëra që s'ka për të fshehur gjë, kurse kur vjen dhe flet për akuza ndaj për krime dhe për gjëra monstruoze që ka bërë në Shqipëri, fillon dhe flet ngadalë dhe lëviz shumë ngadalë. Këto janë gjëra që duhet i shikojë organet e hetuesisë, të SPAK-ut, të policisë, duhet të mendojnë thellë kur të mbyllin një dosje. Dhe jo mbyllim një dosje se u vran 2 fukarenj apo 3 fukarenj, se nesër pas nesër, është fjala për ne, mund të jem unë ai fukara, ti, tjetri, djali, vajza jote, edhe ta lënë prapë nesër pas nesër kështu, në mëshirë të fatit, s'ka gjë se fukarenj, le të vrasin sa dorë. Por, i pari dhe kryesori që duhet të analizohet në atë drejtim, për t'i parë gjërat që ti fillosh nga fillimi, dhe sepse duke mos i filluar nga fillimi, nuk jep fund asnjëherë. Shkallët pastrohen nga lart poshtë, dhe nga lart, do më thënë që shkalla e parë në lidhje me Mavin është familja Papa dhe është Llambi Papa. Në qoftë se nuk e filloni prandaj, i keni filluar të gjitha si herën e parë nga mesi, dhe ato shkallën për të bërë gjithmonë pizza ajo dosje ka për të ngelur për herë pas bardhur dhe mund të hapet e mund të rihapet sa duash, por pas u bë me themel, asnjëherë nuk mbaron e punë. Uroj që dikush nga SPAK-u, nga BHK-ja dhe nga organet e tjera të hetimit, të gjykimit, të bëjë një punë të saktë, të sistemuar, të organizuar, të mirëmenduar, edhe të kualifikuar, që të gjejnë zgjidhje edhe të zbarë të dosje që shpirtrat atyre të jenë të qetë, edhe ne të mos kemi asnjë ngarkesë emocionale si njerëz, por të jemi, domethënë, të çliruar nga ajo, të kemi bërë diçka që vërtet ja vlen të bëhet, megjithëse me shumë vonesë. Ju falenderoj.